Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë në hapësirën e ekspertit, siç do të thonë kam kënaqësinë edhe nderin të kem në studio zotin Kujtim Hoxha, ekspert pensionesh dhe jo vetëm ekspert pensionesh. Zoti Hoxha, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje. Kemi një mori pyetjesh ditën e sotme dhe telefonues që morën në pjesën e dytë të emisionit. Pyetja kryesore është për përfitimin e bonusit dhe duhet ndarë kjo, po më thoshit edhe më herët. Është bonus, është shtesë pensioni, kush përfiton, kush përjashtohet dhe sa përfitojnë. Pra, të gjithë vetëm për këtë më pyesnin. Atëre qytetarët me të drejtë janë në situatë të lëkundur edhe të paqartë në lidhje me atë që po ndodh në Shqipëri, në lidhje me pensionet e 2026, sepse edhe më herët, para se të mbyllej viti 2025, kryeministri i Shqipërisë në intervistën e tij ka sqaruar që në vitin 2026 do të jepet një bonus. Ai i thoshte faktikisht rritje, gjë që nuk rezulton rritje, sepse rritja ndryshon nga bonusit edhe për disa arsye. E para e punës. Ajo nuk është pjesë e pensionit, është në atë që trajtohet si përfitimi përkohshëm, e cila mund të hiqet, pra i shërben vetëm 2026, e dyta nuk është pjesë e pensionit që të indeksohet, pra megjithëse merret nga pensionisti në të njëjtën datë, ai ka pjesën e vet të pensionit dhe atë shtesën e cila kategorizohet në 5 kategori. Pensionet e plota të pleqërisë, për të cilët u fol shumë gjatë që do të përfitojnë 1.800 lekë të rinj, pensionet e invaliditetit që do të përfitonin 6.000 lekë, pensionet familjare që do të fitonin 7.000 lekë. Njëkohësisht këto grupe ndaheshin në pensionet të pjeshme dhe të plota, për të cilat ka një diferencim, faktikisht që nuk është folur para vitit 2025, pra kjo u konstatua me njerë dhe doli edhe në vendimin e qeverisë, ditën që fillovi të zbatohej ky vendim, kjo metodë, megjithatë akoma ka njerëz të paqartë sepse nuk dallojnë dot një pjesë se cilët janë pensionet plota dhe të pjeshme. Njëkohësisht edhe për shkak të asaj që qeveria ka vënë për secil nga këto kategori ka vënë në një tavan. 400.000 lekë. 400.000 lekë e ka për të gjithë pensionet e plota. Kush e kalon 400.000 lekë nuk e përfiton bonusin. Po kështu ka pensionet e invaliditetit, për të cilën unë kam patur mjaft raste që kanë vajtur në sportelet, qytetarët nuk kanë përfituar atë bonusin që i takon si invalid me 6.000 lekë. Kjo për arsye se shumë nga këta kanë përfituar mbi 300.000 lekë dhe nuk janë pjesë e kësaj skeme. Të njëjtën gjë kanë pensionet e pjeshme, përfitojnë atë 8.000 lekëshin, por deri në kufi të 220.000 lekë. Pra, kush e ka patur pensionin mbi 220.000 lekë, nuk e përfiton. Të njëjtën gjë e kanë edhe pensionet e tjera, siç janë këto pensionet rurale, të cilat dhe familjare. Pensionet familjare trajtohen me 7.000 lekë, po nuk mund të marrin më tepër se pensionet që janë përcaktuar 180.000 lekë. Domethënë kush e ka 180.000 lekë e lartë nuk e përfiton e këtë. Pra, sipas kësaj skeme janë përjashtuar nga mundësia për të përfituar nga ky ligj, jo më pak se 40% të gjithë pensionistëve që në rang republike është 40% janë përjashtuar? Janë përjashtuar. Bile, unë këtu do të them një gjë që s'është thënë asnjëherë, po e them sot për ta kuptuar edhe qytetarët. Është shprehur në vendim që ky bonus do të jetë nga 1 janari deri më datën 31 dhjetor. Faktikisht nuk ndodh kështu. Për pjesën më të madhe të pensionistëve po, do të zbatohet në këtë mënyrë, po është një pjesë e pensionistëve të cilët
për se cilin nga ky grup shoqëror që përfitojnë pension, pra duke futur këtu pensionet e plota, të pjeshme, pensionet e invaliditetit, pensionet familjare, të cilët në datën 1 tetor të vitit 2026, me indeksimin e pensione, kush del nga ky limit, përjashtohet edhe kjo pjesë, edhe do tjetë një numër jo i pak. Unë kam statistikat këtu, faktikisht, po flasim në parim. Pra do tjetë edhe një grupim tjetër jo i vogël i pensionistëve, të cilët për 3 muajt e fundit të këtij vitit nuk do të përfitojnë, pra do të dalin nga kjo skemë e përfitimit. Se ka zënë goja askush nga këta, po unë po e pra të gjithë ata që janë në limitet e 40.000 lekshit, që nuk e kanë kapur 40.000 lekshit, ose edhe ata që janë në kufirin e 22.000 lekshit, pensionet e pjeshme, edhe pensionet familjare që janë në kufirin e 18.000 lekshit, kush e kalon këto limitet me indeksimin e pensioneve me 1 tetor, nuk do të përfitojnë. Pse, edhe pensionet e pjeshme mbi 22.000 lek nuk e përfitojnë tani? Tani, pensionet e pjeshme mbi 22.000 lek nuk e përfitojnë. Nuk e marrin? Jo, nuk e marrin. Unë, të pak të ndjenin time, më kanë ardhur gjithë ata qytetarë, po kështu është shkruar edhe në vendimin e qeverisë. Nuk e përfitojnë. Ashtu si kurse nuk e përfitojnë edhe pensionet e invaliditetit, pra qytetarët që përfitojnë pensionin e invaliditetit, po që kanë pensionin e invaliditetit më shumë se 30.000 lek. Këtu futet, që ta kuptojnë se ka shumë qytetarë që nuk e dallojnë, ose s'duan ta kuptojnë, nuk e di. Po unë po e shpreh, në të ardhurat e invaliditetit, futet jo vetëm pensioni e invaliditetit, po futet edhe ajo që merren nga bashkia, që kanë bashkuar tash. Mblidhen të dyja këto. Kjo një përgjigje edhe për zotrinë e parë që mori në Kurbini, që po më thoshte që e kalonte 40.000 lekshin bashkë me ndihmën e bashkisë. Kështu që deli jashtë skemës së përfitimeve, ky qytetar nuk e përfiton zotëria. Kështu është kjo, e përfitojnë pensionin e plot, këtë bonusin e plot, 18.000 lekshin, të gjitha nënat me shumë fëmijë, të cilat pavarësisht nga vjetësia e punës, të cilat kanë deri në vitin 2014 ka qenë si kriter 30 vite pune për të përfituar këtë lloj pensioni, dhe pas 2014-ës ka qenë 30 vjetë, po me moshën 50 e 5 vjetë, pra ushtu edhe 5 vjetë të tjera, këto i përfitojnë bonusin prej 18.000 lekë. Sigurisht është një numër shumë i kufizuar, ashtu si që është i kufizuar edhe numëri i të gjitha atyre përfituesve që përfitojnë pension si pas ligjit 150-2014, janë minatorët, cilët janë në kufirin e 2.000 numërit, që përfitojnë 18.000 lekë, pavarësisht nga vjetësia e punës, po kështu edhe ata që kanë fituar me ligjin 29-2019. Është ligji që përkrah dhe që ka futur në skemë përfitimit të pensionit suplementar të gjithë naftëtarët, furnaltët, ata që kanë punuar për furnalta, dhe pjesa tjetër e pensionistëve që janë trajtuar me pension të punës të kryer në nën tokë, pra të minatorëve. Përfitojnë 18.000 lekë. Kështu është shkruar. E qartë. Shumë faleminderit për sqarimet, zoti Hoxha, besoj që prapë do ketë ndoshta paqartësi nga qytetarët, po mundohemi që t'i sqarojmë të gjitha. Tani për pyetjet që mora më herët nga publiku, rastin e Kurbinit e sqaruam, zonjën se përmende, ishte një zonjë e cila kishte 6 fëmijë dhe tha kanë përfituar 1.200 lekë, jo 1.800. Jo, pavarësisht nga kjo që pretendon zonja, edhe mund të ndodhë kështu në praktik, po kjo është gabim që mund të rregullohet. Nëse ka marrë vërtet 12.000, faktikisht të gjithë në shëfet, të gjithë në me shumë fëmijë që janë trajtuar nga neni 93 i ligjit sigurimeve shoqërore, përfitojnë 18.000 lekë. E qartë. Nëse ka fituar 12, do me të duhet të shikoj sa mos është gabim atje dhe rregullohet. Tani, një zotëri më pyeti, kishte dalë në pension në vitin 2015 në 35 vite pune, 6 muaj. Përfiton të plotin apo të pjesshmin? Zotëria i fundit që telefonoi. Zotëria
nëse ka fituar pension në vitin 2015, i është nevojitur për të marrë pension të plot pleqërie 35 vjetë e 4 muaj. Nëse i ka këto 35 vjetë e 4 muaj, a i përfiton 18.000 lekë. Nëse ka 30 vjetë e 3 muaj, pra jo 4 muaj, përfiton pension të pjesëshëm. Dhe nëse ka dalë vërtet në 2015, pra, nëse ka dalë më vonë është rritur mosha e pensionit. Në 2019 sa vite punë duheshin? Në 2019 janë dashur 36 vjetë e 8 muaj. Okej, se më pyeti dhe dikush tjetër. Për 2019, nëse ke 36 vite e 8 muaj, se 36 i kishte, po. Nëse ke 8 muaj... Që i bje për meshkujt, i bje daltindja 1955, ndërsa për femrat 2019 i bje që tjetë varet edhe muaj, se këto duke u shtyr nga 2 muaj si mosh, i përgjigjet daltindjes 1958 ose 59. Varet që muaj ka dalë. E qartë. Faleminderit shumë. Edhe një pyetje tjetër, një zotëri më pyeti për suplementin që përfiton 5.000 lekë suplement, 50.000 lekë, kishte punuar në minierë në mos gaboj. Punë të rëndë nuk e kujtoj mirë, ndërsa shokët e tim më thotë që marrin 8.000 lekë suplement. Atëre do të kuptojnë të gjithë ata që kanë punuar në miniera në tokë. Ata përfitojnë pension suplementar, kur kanë plotësuar moshën e plot për pension pleqërie, dhe krahas pensionit të pleqërisë, ata përfitojnë edhe një pension suplementar sipas ligjit 29/2019, që është e barabartë me 1% për çdo vit që ka punuar në tokë. Dhe këtu varet si ka treguesit individual zotëria, sa vite ka, dhe është shumë e thjeshtë. Pensionin e pleqërisë e shumëzon me 1% për çdo vit që ka punuar në tokë, dhe del pensioni i pensionin suplementar, ajo që pretendon zotëria. Kjo është e shkallëzuar, pra nuk janë fikse këto që ti kenë të gjithë minatorët një lloj, po i kanë mbi bazën e treguesve individual, në bazë të 2 treguesve, që është treguesi kryesor është pensioni i pleqërisë, si dhe numri i viteve të punuar në tokë. Këta 2 tregues tregojnë që ka pension suplementar më të lartë ose më të ulët. Varet nga numri i viteve. Dhe për invalidët, të cilët nuk kanë marrë ende, a i përfitonin bonusin e fundvitit invalidët? Atëre, këtu bëhet fjallë... Sepse kanë marrë shumë telefonata që nuk e kanë marrë ende bonusin e fundvitit. Këtu bonuset bëhet fjallë në këtë vitin 2026 për pensionet që trajtohen nga sigurimet shoqërore, pra për pensionet e pleqërisë, invaliditetit dhe familjar. Këto paset të shkallëzuara në të pjeshme. Jo të gjithë ata invalid të cilët e futin vetën e invalid, ose kanë statusin e invaliditetit, po trajtojnë nga bashkit, për shembull. Nga bashkit ata e përfitojnë në këtë si ndihmë ekonomike quhet, ata që nuk kanë histori kontributive, pra nuk kanë vite pune, ata trajtojnë nga bashkia sipas një rregulli të caktuar që i humpa rrumbullakos duke u shprehur që kur s'kan aktivitetet tjera dhe përfitimet tjera, ata përfitojnë afërsisht 120.000 lekë të vjetra. Po për këtë të bonusin nuk zgjiret fare. Jo bonusi i përmuajshëm. Bonusi i fundvitit e përfitonin sepse nga Kavaja më shkruajnë edhe nga qytetet tjera i thonë që nuk e vjen. Nëse janë problem në një bashki të caktuar, mund të jetë problematik fondi që është vënë në dispozicion. Mund të mos kenë patur fonde mjaftueshme ose të planifikuara për vitin 2025. Por për të takuar sigurisht atyre u takon dhe trajtohen pastaj deri në datën 31 maj të vitit 2026. Kanë të drejtë të marrin këto para. Shumë faleminderit zoti Hoxha për shpjegimet. Marrim edhe telefonata tani në studio në Koreale, numrin e telefonit e keni të hapur, kështu që presim telefonatat tuaja për pyetjet që keni për zotin Hoxha. Mirëmëngjes, përshëndetje.
Mirëmëngjes je. Mirëmëngjes. Përshëndetje zonjë, urdhëro. Jam një nën Po. me 6 fëmijë, kam dalë në 2001. Po? Edhe më takon, sa lekë më takon, se unë atyre nuk pagova, se në 93 doli ajo ligji, dhe pagova ata vitet, dhe kaq kam, 10, sa kam, 8 vjetë. Pa merë pension ti? Pagura dhe kam punu në kooperativë. A merë pension? Dhe sa më takon. Atëre zonja, si pas këture shpjegime që dha, që nuk i dha të plota, por duke nënkuptuar këtë që ka mbi 6 fëmijë, këta Ka një telefonit? Mirë, mbyllë. Quen nena me shumë fëmijë, të gjithë ata që plotësojnë në kushtet e nenit 93 të ligjit sigurime shoqërore, që do të thotë, kush ka plotësuar moshën 50 vjetë në atë moment që zonja ka dalë në pension, ka lindur dhe rritur më tepër se 6 fëmijë, jo 5, më tepër se 6 fëmijë, pra ka marrë statusin e nenës me shumë fëmijë, atëre në ato kohë janë nevojitur 30 vjetë punë, më përpara ka qenë më pak faktikisht, ato të përfitojnë si pas këti bonusit të vitit 2026, përfitojnë 18.000 lekë. Por nëse ka bërë 30 vite punë? Po mori statusin e nenës me shumë fëmijë, pra jam parashikuar dhe nënkuptojnë që i ka plotësuar edhe vitet e punës. Se zonja po thoshte që kishte punuar nga 93 deri në 2001. S'ka rëndësi ku ka punuar fare. Ajo nëse ka punë të përzjera në shtet dhe në kooperativë, trajtohet me pensionin e kooperativistit. Por, në këtë rast, për efekt të bonusit, ajo merr 18.000 lekë, pavarësisht se ku ka punuar. Po vitet e punës nuk kanë rëndësi? 3 vjetë i ka, domosdoshmërisht 30 vjetë i ka patur atër, që të marrë nënë me shumë fëmijë, se si a jepnin këtë status. Okej, pra nëse e gëzon statusin... E nënës me shumë fëmijë, ajo përfiton 18.000 lekë. E qartë, mirë. Faleminderit, presim i tjetër telefonat, përshëndetje. Urdhro. Mirëmëngjes, zotëri. Që përparim o Gjallarin. Përshëndetje përparim. Jam nga Kosha, Banjus në Tiranë. Po. Personalist kujtimozhën e njo. Në rregull. Nga Vloqishti. Në që se i kujtoj përparim. Po. Po, urdhro përparim, na bëj pyetjen të lutem. Po, kam punuar në Sëmper. Kam punuar në ndërmarrjen e Ritazgjeri. Kam dalë në vitin 2015 me 34 vjet e 11 muaj. E më kam dhënë një pension të pjeshëm. Fillimisht me 162.000 lekë, plus që kam bërë këto indeksimet. Në momentit tash marrë edhe atë të energjisë elektrike. Rimërsim. 12.800 lekë sa është ajo, dhe më ka vajtur 258.000 lekë. Nuk e di tash i mura atë pension para 2 ditësh, para 2-3 ditësh, edhe nuk me përfitova do të zë. Atëre, zoti përparim me unë të njohë, ashtu po këto vitet nuk i mbaj mend se sa keni punuar juve, po me deklarimet që thatë juve, zoti përparim, ju keni përfituar pavarësisht se keni dashur edhe pak. 5 muaj janë dashur. Edhe pak, ju nuk keni plotësuar 35 vitin, që nevojiten për të quajtur pensioni plot pleqërie. Pra, përfitoni një pension të pjeshëm. Dhe si rezultat, për vitin 2026, ju do të futeni në grupimin e pensioneve të pjeshme të pleqërisë që përfitojnë deri në 8.000 lekë, po jo më shumë se 220.000 lekë. Shkaku dhe fakti që ju merrni të ardhura, mbi 220.000 lekë, ju nuk e përfitoni këtë 8.000 lekë. Kështu e ka përcaktuar ligjvendësi, pra nuk i një përfitues i kësaj skeme. Zotë Kuti, unë kur dozova dokumentat, në këtu të banoj të në Tiranë, që dozova në rajon, unë kam edhe një, do më të 12 muaj asistencë. To nuk më janë njojtë të falen. E kam bërë kërkesë edhe nuk disa ere
Po të shi, kjo është e kuptueshme, zoti Përparim. Juve jeni trajtuar, keni patur probleme dhe pretendime që keni patur vjetësi më shumë se sa t'ju janë njojtur, pra keni këtu edhe asistencën, po sidoqoftë jeni në këtë status. Pavarësisht nga debatet që keni bërë, nga kërkesat, juve akoma nuk keni trajtuar me atë vjetësi punë. Pra, merren gjithmonë ato që janë zyrtare. Ju jeni trajtuar me këtë 34 vjetë e gjysmë, sa është kjo atë. Në qofë se unë, për shumë, si mund t'i marrë ato? Ato në këtë situatë që jeni juve, i merë vetëm me gjyq. Vetëm me gjyq, sepse ju jeni përfituese dhe i pensionit dhe nuk të zë as ligji 7-2025, e cila mere forfe për periudhën para 93-shit. Kështu që ke çfarë bën. Faleminderit zoti Përparim, të presim me disa telefonata tjera, tani nuk edhe me një gjitha, me një vit nuk shkohet në gjyq se nuk është i vlefshëm. Presim dikë tjetër në studio. Faleminderit zoti Kujtim për përgjigjen. Zoti Përparim, kërkojmë ndjes, po të lëmë hapësirë të tjerëve, se ndoshta problematikat janë të shumta. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po zonjë. Ju lutem desha të fisnja me... Me zotin Hoxha, po fletje drejt për drejt, urdhro. Burri im ka dalë në pension në 2022-shin, në 2022-shin. Po. Dhe si fillimisti doli 180.000 e sa. Tashi me shtesat i ka vatur 230.000. Po. Atëre si pas... Plus... Saj ka 37 vite e 3 muaj. Po. A i nëzori ekspertja këtu në Pogradec, i mblodhën vitet, i nëzori 39 vite e 9 muaj. Këta të Korçës 2 vite, sa ja angrën 2 vite gjysëm. I nëzori 37 vite e 3 muaj pasaj. Atëre si pas shpjegimeve që jep zonja, buri juaj është i datëlindjes 1957 dhe janë nevojitur 37 vjetë e 4 muaj punë në momentin që ai ka aplikuar për pension pleqërie, pra kur i ka lindur e drejta. Dhe në këto kushte, ai do të quaj me pension të plot pleqërie nëse do të kishte mbi 37 vjetë e 4 muaj. Fakti që janë zbritur ato, pavarësisht për shembull se ju mund të keni të drejtë, po statusi tuaj është i tillë që shteti, sigurimet shoqërore në këtë rast të kanë njojtur një vjetësi pune më pak se sa vitet që ju janë nevojitur për të dalë në pension. Dhe në këto kushte quhet pension pleqërie e i pjesshëm. Dhe për të përfituar këtë bonusin të shkallëzuar muaj për muaj, ju në këtë rast buri tuaj duhet e përfiton këtë 8.000 lekshin për çdo muaj, por jo më shumë se 220.000 lek. Nëse ka përfituar 220.000 lek deri në datën 31 dhjetor, ai nuk e përfiton këtë. Faleminderit zoti Kujtim, nuk e di se kemi kohë, presim edhe një telefonat tjetër shkurtimisht 1 minutë në studio. Okej, presim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jeni drejt për drejt, përshëndetje. Urdhërozoj. Përshëndetje. Urime për emisionin. Faleminderit. Jeni drejt për drejt, pyetjen tuaj. Jam një zonjë. Jam një zonjë nga Fieri dhe dalë tani mush 60 vjeçe. Dhe? Edhe kur dal pension? Oho, ke kohë. Atëherë, sipas shpjegimeve tuaja, si vjet, domethënë në vitin 2026 dalin në pension të gjitha gratë që plotësojnë moshën 62 vjet. Juve, sipas këtyre shpjegimeve që dhatë, dilni në pension shumë më vonë, në kohë limit të përcaktuar të ligjit, atëherë kur fillojnë që të shtohet akoma, sepse si vjet është datëlindja 1964, vitin që vjen shtohet 2 muaj, edhe me radhë
Kështu që zonjë minimalisht 2 vjet e pak muaj ju duan për dalë në pension. Faleminderit për telefonatën, shumë faleminderit për përgjigjet zoti Hoxha. Kemi ardhur në fund, faleminderit për sqarimet e qytetarëve dhe besoj që sot kemi sqaruar një pjesë të madhe të tyre. Me këtë 40% që edhe unë isha i paqartë, domethënë që 40% nuk e përfitonin bonusin e përmuajshëm. Shumë faleminderit zoti Hoxha. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak do të jemi me Marcel Rupi.